Është e vërtet që në duke të parë, duket sikur deklaratat e zotit Trump ndryshojnë si andej nga frynera. Po. Dhe duhet thënë se ekspertët mendojnë se strategjia e tij në politikën e jashtme është një jo strategji. Pra është e bazuar mbi impulsivitetin, mbi çastin. Nga ana tjetër, unë do t'i merrja me rezerva dhe nuk do t'i shija si marrëzi deklaratat e zotit Trump, sepse ka treguar që edhe kur ka thënë që unë jam kundra që Izraeli të bombardoj facilitetet bërthamore të Iranit, e kundërta ka ndodhur. Koherent ka qenë vetëm kur tha që Irani ka 60 ditë kohë që të ulet në tryezën e bisedimeve dhe të marrë një vendim mbi heqjen dorë nga programi bërthamor, dhe në ditën e 61 mbërritën bombardimet izraelite. Ndaj, hyrjen për 2 javë në luftë ose jo, nëse e shohim në suazën e hyrjes në luftë për 2 javë, unë do të thojë që mund të jetë një strategji për ta relaksuar kundërshtarin dhe mund të jetë dhe më shpejt pra ndërhyrja amerikane se sa 2 javë, ose unë shpresoj që mos të ketë një ndërhyrje, pse e them këtë? Po? Për mos ta përshkallëzuar më tej situatën në lindjen e mesme. Dhe madje e shoh si të dobishme edhe në kuadër të politikës të jashtme të Shtetet e Bashkuara, që do të thotë, nëse zoti Trump i del hakut Iranit dhe i thotë ne po e tërheqim Izraelin nga lufta, nuk po ju sulmojmë as vetë. Tani topi është ke ju. Ose hiqni dorë nga programi bërthamor dhe për arsye civile përfundimisht dhe në mënyrë të prerë, ose ne ju kemi dalë haku dhe tani ju ruajt Zoti. Dhe aty ka dhe një legitimim përveç se të brendshëm dhe ndërkombëtar për faktin e një agresioni ushtarak. Pra mund t'i legjitimoj të paktën në sytë e publikut botror një sulm i tillë. Nga ana tjetër, unë nuk mendoj se me një sulm bombardimesh amerikan do të zgjidhej gjithsesi gjë, përveç se do të zgjatej dhe më tej një luftë nga e cila e stilit të Irakut apo Afganistanit. Po pra, pikërisht unë këtë jam duke thënë se ka hyrë dhe pastaj nuk ka ditur më si të dalë, pra është një akses pa dalje, një hyrje pa dalje. Pikërisht unë këtë jam duke shumë kundra gjë të tillë. Pikërisht për këtë jam duke folur. Në rast se hipotetikisht do të kemi një ndërhyrje si në Irak dhe në Afganistan, pra e treta kësaj radhe, pas Afganistanit dhe pas Irakut, i treti do të jetë Irani, hipotetikisht. Çfarë do të thoshte kjo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se kam përshtypjen që për vetë Trumpin personalisht mund të ishte edhe fundi i karrierës politike? Mendoj, mbase jam gabim, po më korrigjot, lutem. Për Trumpin është gjithsesi fundi i karrierës politike, sepse përderisa kohë nuk ndryshon kushtetutën dhe është pa vetëm mbret, sepse në 2 mandate një president amerikan nuk mund të megjithëse sigurisht aktivishtë e politik mund të jetë, por zakonisht po të shohim edhe Obamën dhe Bushin mbasi e bërë presidenti i Shtetit të Bashkuar, nuk mund të ulesh në nivele të tilla, për shembull si në politikën shqiptare që rikthehesh deputet, thjesht për të një rrok, më kupton? Zakonisht është kulmi i një karriere politike të qenë presidenti i Shtetit të Bashkuar. Po çfarë do të thoshte ky skenar për Amerikën? Si konsulent në një korporate globale apo mund të kenë një think tank apo një NGO të tyre që të ndihmojë për paqen në botë apo kështu. Pastaj zoti Trump tjetër gjë është një tajkun, ka me çat merret ka. Po për Amerikën çfarë do të thoshte një ndërhyrje toksore? Çfarë do të thoshte për Amerikën një luftë në Iran? Ndërhyrje toksore, po them, futje me trupa, pushtim. Ndërhyrje toksore do të përmodë ishte një marrëzi, sepse Irani nuk është Iraku, nuk është Vietnami, nuk është Afganistani, po është një territor që ha njerëz për nga vetë sipërfaqe të shkretira që i ka, për nga vetë zonat e shumta malore që mbart, pra të hysh atje një luftë në Iran është një luftë partizane. Ne dimë që lufta partizane nuk ka rëndësi sasia numri i njerëzve, por rëndësi ka vetëm goditjet të tipit kafsho dhe mbathja. Ata mund të zhduken nëpër vrima siç zhdukeshin Vietkongot apo Kambodxanët, dhe lufta mund të zgjatet pafund, kur zgjatin në Irak dhe në Afganistan me dekada, ku kanë lënë kockat sovjetikët në Afganistan, dhe gjithashtu dhe amerikanët dhe janë tërhequr në turp, duke rikthyer talibanët në pushtet, imagjinoni ç'mund të ndodhte në Iran. Edhe sikur të rrëzonte regjimin, edhe sikur të vendosë një qeveri kukull, precedentët historikë na kanë treguar se kjo do të ishte shumë e gabuar, sepse një qeveri kukull ishte ajo e shahut që mbretëroi mbasi rrëzoi një president të zgjedhur demokratikisht në Iran, të cilin shtet doli në raporti CIA se pranonte se u ishte rrëzuar me ndërhyrjen e tij dhe me vendosjen e shahut pikërisht nga CIA dhe Shtetet e Bashkuara, për arsye se presidenti i zgjedhur demokratikisht nga populli donte të shtetëzonte fushat e naftës dhe Shtetet e Bashkuara ndiheshin kërcënuara
i ndishin të koncernuar në interesat ekonomike të tyre një gjë e tillë, dhe nëse përsërisin një gabim tani, që thjesht duan që një regjim që ata konsiderojnë jo popullor apo antidemokratik apo diktatorial, duan ta rrëzojnë sërish në dhunën e bombës dhe duke eksportuar me dhunë demokracinë siç bëri Bushi në Irak. Thjesht ishte një ripërsëritje, një riciklim i historisë kësaj here si dramë apo si komedi si ta doni. Ti thej që Shtetet e Bashkuara mund të ulin, po themi, Izraelin dhe t'i kërkojnë që të tërhiqet në këmbim të një marrëveshje me Iranin. E para, nuk besojnë që Irani do të kuptonte po aq sa kupton dhe Koreja e Veriut nga këto shantazhe, dhe e dyta që ka të bëjë me Izraelin tani dhe përpjekjen e Izraelit dhe të Netanyahut për të ndryshuar regjimin në Iran, paktën siç ka pasur disa deklarata, se ka pasur deklarata kontradiktore, pastaj presidenti i Izraelit ka thënë që jo, ne nuk duam të ndryshojmë regjimin. Po si ka mundësi që kryeministri i qeverisë së një vendi me 10 milion banor sjell vërdall dy presidentë të Amerikës, Bidenin në fillim edhe Trumpin tani? Nuk mendoj se sjell vërdall. Mendoj se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara që Izraeli të bëjë për ta punën e pisët. Ka ndryshuar, kohërat kanë ndryshuar. Sot luftrat, gjakderdhjet dhe ndjeshmëria publike ndodhin të gjitha në kohë reale, online, live, dhe nuk është më si në luftën e Gjirit Persik në vitet 90 ku shihni vetëm në lajme se çfarë kishte ndodhur dhe nuk informoheshin në kohë reale që ishin lëshuar raketa dhe këtij shteti, dhe këtij shteti, dhe shihni në kohë reale viktima, fëmijë nëpër spitale, nëpër shkolla, nëpër rrugë të pambrojtur. Kështu që Shtetet e Bashkuara nuk mund të bëjnë më një operacion antipatik, të hedhin prapë me parashut trupa të tyre, të pushtojnë një vend të huaj, ndërhyrën punë të brendshme një shteti tjetër, dhe më pas çdo javë drejt Shtetet e Bashkuara të vërshojnë arkivore marinsash që shkojnë në shtëpitë e tyre si viktima. Askush nuk e dëshiron të as Shtetet e Bashkuara. Madje bërthama nukli votuesve të MAGA-s, të zotit Trump dhe vetë lëvizja MAGA është kundra një lufte të Shtetet e Bashkuara, sepse ideologjinë dhe në programin e shpalosur për tyre ka qenë një tërheqje e plotë e Shtetet e Bashkuara nga çdo konflikt dhe madje gjetje zgjidhjeve të reja duke paqëtuar dhe duke futur në shinat e ekonomisë dhe bashkëpunimit vendet e lindjes mesme në kuadër të një epoke të re. Ndaj mendoj se Shtetet e Bashkuara, policimin global sot e bëjnë vetëm në lindjen e mesme, i cili është një pol ku mund ta bëjnë. Nuk mund ta bëjnë në Korenë e Veriut, ku mbas subave të saj ndodhet Kina, e cila është një superfuqi e vërtet dhe jo një fuqi në tentativë për të bërë të tillë në arenën ndërkombëtare globale siç është Irani. Nga ana tjetër, Irani ka supet e zbuluara sepse Rusia dhe vetë Kina kanë interes që Irani mos ketë bombë bërthamore, mos ketë një rival me drejtat barabarta në tryezat e rëndësishme botërore, dhe goditja e naftës apo e gazit iranian sjell rëndësinë për të hequr embargon nga Rusia dhe për të rinisur Evropa apo Shtetet e Bashkuara për të bërë sërish biznes me Rusinë, për të blerë gaz dhe naftë sërish në Rusi. Nga ana tjetër, Kina është vërtet që merr një furnizim të mirë të naftës nga Irani, por Irani është vetëm vendi i 6, vetëm furnitori i 6 në i madh i Kinës. Pra, shkatrimi i Iranit nuk do të kushtonte asgjë Kinës. Ashtu sikurse do të ndikonte edhe Rusisë deri diku. Dhe thash, Rusia shef më shumë oportunitet se sa kërcënim nga rrezikimi i Iranit. Megjithatë, edhe Kina dhe Rusia nuk do donte që një Iran të zhdukur nga faqja e dheut, që do ishte eliminimi i kundërpeshë, që më pas hap një autostradë të drejtë ajrore apo toksore drejt të Rusisë apo Kinës. Pra nëse i ndodh Iranit, radha është nesër është radha jonë. Edhe se flasim për fuqi bërthamore që i kanë këto kapacitete tashmë të sigurta dhe që mund t'i përdoren, siç mund t'i përdori Shtetet e Bashkuara apo Izraeli. Dhe gjithmonë është e dyshim nëse Irani është më i rrezikshëm se vetë Korea e Veriut, se vetë Izraeli në përdorimin e bombës nukleare. Pse nuk është më i çmendur Kim Jong-uni për botën se sa Ayatollah, bie fjala, mund të ngremë një pyetje. Kështu që janë shumë interesa në lojë. Pra ishte edhe është dhe testimi i armëve ruse dhe amerikane në terren. Pra po testohen edhe kinezë gjithashtu, po bëjnë një test. Po shihet se sa të afta janë kapacitetet mbrojtëse. Dim që Irani mbrohet me sisteme mbrojtëse ruse. S-400 më duket, në mos gaboj. Preva ruse dhe kineze.
në mos gaboj sistemet raketore S-400, sistemet ruse. Po. Tani, me qënë se jemi të Rusia dhe të Kina, se më dole në shteg, në qënë se bëjmë i pasqyrë të rreshtimit të vendeve të botës në këtë konflikt midis Iranit dhe Izraelit, Shtetet e Bashkuara qëndrojnë qartazi në njërin pol, ku mbështesin tërësisht, po themi, sulmin e Izraelit. Vendet e Evropës, Bashkimit Evropian, mbështesin të drejtën e Izraelit për të vetë mbrojtur, por ama bëjnë thirrje për vetë përmbajtje. Ndërkaq, kemi nga ana tjetër Turqinë, Rusinë, Kinën dhe Korenë e Veriut, të paktën nga këto që janë deklaruar, ndoshta dhe Pakistanin, mund të më korrigjosh, të cilat e dënojnë sulmin e Izraelit dhe janë në krahun e Iranit. Pyetja ime është, ky konflikt që sapo ka nisur, apo e fuqizon BRICS-in, apo e fuqizon boshtin tjetër kundër peshë të perëndimit? Po jep më shumë një arsye që të ekzistojë dhe po e legjitimon faktin që e kanë ndërmarrë atë iniciativë, sepse ja ku është rasti i radhës që një shtet i BRICS-it bëhet viktime një agresioni ushtarak, ndodh në rrezikun e pushtimit apo të rrëzimit të një qeverie me dhunë, apo të kthimit të shtetit në kolaps. Imagjinoni një Iran i kthyer i kolapsuar, është një rrezik real për Bashkimin Evropian, në vala të reja e migrantësh apo dhe terroristësh të infiltruar, pa llogaritur pra rritjen e çmimit të naftës dhe gazit që mund të vijë nga lufta apo qoftë nga bllokimi i mundshëm i kanalit të Hormuzit, të cilin Irani ka kërcënuar se do ta bëjë, por që unë nuk mendoj se do të shkonte deri aty, përjashton rastin se ai vërtet është një krizë ekzistenciale, pra në rast se sulmohet një formë të tillë ku ta shohë se është duke u shpërbërë si shtet. Ajo mund të ishte si goditja e kënga e fundit e Milnës, le të thuash. Sepse po të bllokoj kanalin e Hormuzit, Irani bllokon aq shumë interesa globale, saqë dhe liderët evropianë që deri tash janë të ashpër në retorik, mund ata të gjenin pretekst për të mbështetur një sulm ushtarak apo për t'u bashkuar sulmit. Gjë që kanë bërë, duhet thënë, vende të tjera. Kanë bërë në Irak, kanë bërë në Bosnjë Hercegovinë. Qartë. Në bombardimet e Beogradit dhe kështu me radhë. Qartë. Tani, ditën e sotme për të ardhur tek një zhvillim që po ndodh sot në Gjenevë të Zvicrës, e treqja e Evropës, Britania e Madhe, Franca edhe Gjermania do takohen me ministrin e jashtëm të Iranit, Abbas Araghçin, për të folur në fakt për programin bërthamor dhe për atë se çfarë po ndodh. Nuk e di nëse ke më tepër informacion dhe çfarë mund të dilet në këto, çfarë mund të dalin, po themi, nga këto bisedime. Nëse nuk gaboj, kryeministri britanik dje ka qenë në shtëpinë e bardhë, nuk e di, po ose ministri i jashtëm mos gatrohen, që është e qartë që ka shkuar të marrë udhëzime për bisedimet e sotme. Ana tjetër e rëndësishme është se Britania ka dy baza ushtarake shumë të rëndësishme, një në Qipër dhe një tjetër në oqeanin paqësor indian, më duket, ku janë të rëndësishme si baza ushtarake nga ku Shtetet e Bashkuara mund të niseshin për të kryer sulmin. Nga ana tjetër ka patur lëvizje është parë në bazat ku qëndrojnë avionët sulmues amerikan në Bahrein dhe në Katar, janë parë që këto baza janë boshatisur nga avionët amerikanë. Kështu që me të drejtë mund të ishte një shqetësim për një sulm iminent, por ekspertët e sigurisë thonë që këto janë lëvizje normale në një situatë lufte ku ka bombardime, në mënyrë për të shmangur që avionët të bombardohen aty në bazë ku ndodhen, të shkatërrohesh intërsisht. Pra, është një lëvizje taktike, si thuash, për të shmangur një goditje fatale. Takimi i sotëm me siguri do të sjellë, pritet shpresohet të sjellë rezultate konkrete. Duket sikur ministri i jashtëm i Iranit është një zë më i moderuar se sa Ayatollahu, po themi. Sigurisht zëri i arsyes i Iranit në këto kushte konflikti, në këtë situatë. Nuk e di, mbase ky është perceptimi im i gabuar. Dakor, po ato janë të koordinuara, që njëri do bëj policin e keq, tjetri do bëj policin e mirë. Nuk mund të mendohet që ka dy linja të ndryshme zyrtare. Thjesht ajo është Ministria e Jashtme ka një qasje paraprake, më pas zëri i fundit dhe më i hashur i lihet Ayatollahu, i cili shpalli luftë të shenjtë, duke përmendur dhe Hajdarin Fisnik, që është dhëndri, do të thënë që është Aliu, është dhëndri i Profetit Muhammed. Që për ta i jep dhe legjitimim moral dhe fetar, pra teologjik luftës, duke i motivuar luftëtarët dhe duke i dhënë një shkak
më shumë për të qenë të vendosur në këtë betejë. Nga takimi i sotëm, pra pritet që Irani të mendojë të paraqitet oferta për të hequr përfundimisht dorë nga programi bërthamor, ose mund të përballet me pasoja të rënda. Më të rënda se të ndodhet, që të kuptojnë ndërhyrjen e Shtetet Bashkuara, e cila pret vendos në 2 javë të ardhshme. Por dihet që në ardhmen e marrëveshjes, të dy palët paraqesin ato maksimat e tyre, nga të cilat më pas duhet të tërhiqen pak për të axhustuar, për të gjetur rrugën e mesme dhe për të arritur një marrëveshje. Pra nëse Shtetet e Bashkuara kërkojnë që Irani të heqë dorë përfundimisht nga i gjithë programi bërthamor dhe për arsye civile, ndërsa Irani thotë ne për arsye civile nuk heqim dorë, do duhet gjejmë një rrugë mesme, që nuk e di në këtë moment se kush mund të jetë, por që mund të jetë mbase një përdorim për arsye civile shumë i kontrolluar dhe monitoruar. I supervizuar, po themi, nga agjencia ndërkombëtare. Nuk ishte munguar, por ra në një hendek dhe në një huner, mbasi zoti Trump i tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja që administrata Obama kishte arritur me Iranin dhe me vendet e Bashkimit Evropian, përfshi dhe Rusin që është jashtë këtij bashkimi, të cilat e kishin ulur Iranin në tryezë dhe kishin bërë pranon të kushtet e tyre dhe ishin në prag të heqjes së sanksione dhe të Iranit si nxënës i mirë që po zbatonte marrëveshjet dhe po monitorohej rregullisht. Më pas tërheqja e Shtetit Bashkuar në këtë marrëveshje e la Iranin disi të zbuluar, edhe pse Agjencia Ndërkombëtare Bërthamore vazhdoi ta monitoronte, por ra motivimi i Shtetit Bashkuara që janë, si thua, ata që mbanin peshën kryesore në këtë marrëveshje. Dhe sigurisht ajo solli pasoja, dhe sot nga tërheqja nga ajo marrëveshje po shkojmë drejt një lufte. Ndërkohë që me ato që bëri administrata Obama ishin drejt një zgjidhje përfundimtare dhe një paqëtimi dhe duke e futur Iranin në radhën e vendeve me cilën mund të bëhet tregti, mund të bashkëpunohet dhe jo të bëhet luftë. Pra besoj se kjo do të kishte shërbyer shumë tepër rajonit sesa një luftë që është gjithmonë e panevojshme, dhe nuk është e dobishme. Qartë, pyetja e fundit, Sokol, marr shkas nga samiti i G7-s i zhvilluar 2 ose 3 ditë më parë, largimi, po themi, dramatik i Trumpit nga ky samit dhe tensionet që duket sikur janë krijuar mes Trumpit edhe pjesëmarrësve të tjerë, 6 vendeve të tjera në